Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë, receta e kësaj maske do ju befasoj. E keni vënë re se femrat japoneze duken më të reja se mosha që kanë në të vërtetë. Orizi është ndër përbërësit më kryesor të dietës japoneze. Ky produkt përdoret shumë jo vetëm për të gatuar, por po ashtu edhe në kozmetik, sidomos për flokët dhe për kujdesin ndaj lëkurës. Uji orizi gjithashtu zvogëlon inflamacionin, ka efekt shërues dhe po ashtu lufton shenjat e lëkurës të cilat vijnë së bashku me plakjen. Si të përgatisni lëngun e orizit? Mbusheni me oriz një gotë ujë dhe lëreni atë të qëndrojë për plot 10 deri në 15 minuta. Zieni orizin për 10 minuta dhe pastaj thajeni atë. Preferohet që lëngun ta lëni në një vend të ngrohtë për një ditë në mënyrë që të fillojë dhe të fermentohet. Zieni ujin 24 orë pas kësaj dhe pastaj mbajeni produktin në frigorifer. Gjithashtu, sipas ekspertëve, me kalimin e viteve rrudhat fillojnë edhe shfaqen në fytyrë dhe ato janë një problem i vërtet për shumë njerëz. Sipas tyre, për luftimin dhe parandalimin e rrudhave ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila përgatitet shumë thjesht pasi ka nevojë për vetëm mjalt, vezë, kosë dhe vaj ulliri. Në një enë hidhni një lugë mjalt, 2 lugë kosë dhe një lugë me vaj ulliri. Përzjeni të gjithë këta përbërës derisa të përftohet një masë kremoze. Këtë masë aplikojeni në fytyrë të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për 30 minuta dhe më tej shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë një maskë të tillë dhe do të shikoni që rezultatet do të jenë me të vërtet mbretëlënëse. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se rrudhat e fytyrës janë një fenomen i paevitueshëm që vjen me plakjen. Rrudhat apo linjat e fytyrës janë treguesi kryesor i plakjes dhe humbjes së vitalitetit të lëkurës. Ky gjithashtu mund të jetë një problem mjaft i madh tek gratë, por edhe tek burrat njëkohësisht. Rrudhat krijohen nga mënyra e gabuar e jetesës, ushqimi që ne konsumojmë dhe po ashtu geni është një faktor i rëndësishëm. Megjithatë, në ditët e sotme për shkak të ilaçeve natyrore apo të ushqimit organik, eliminimi dhe njëkohësisht parandalimi i tyre është edhe më i lehtë. Kjo recetë ju udhëzon se si ju të përgatisni një krem 100% natyral në kushte shtëpie. Maska me qumësht dhe mjalt. Për këtë juve do t'ju duhet një lugë gjelle mjalt, gjysmë lugë gjelle qumësht organik të papërpunuar. Procedura: përzjeni mjaltin dhe qumshtin për të masazhuar të gjithë lëkurën. Aplikoni më shumë tek zonat me më shumë rrudha. Substancat të cilat ndodhen tek këta ingredientë ndihmojnë në thithjen e lagështisë së lëkurës duke përmirësuar elasticitetin e saj. Kjo maskë eviton gjithashtu shfaqjen e rrudhave. Prisni për 10 minuta dhe lajini me ujë të vakët. Çdo ditë njerëzit në të gjithë botën kërkojnë mënyrat më efektive për ta mbajtur lëkurën e tyre sa më të re dhe njëkohësisht të bukur. Kjo ndoshta është arsyeja pse në treg ka pafund produkte kozmetikore për mirëmbajtjen e lëkurës. Por pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, nuk do të thotë se janë efektiv dhe pa efekte anësore. Njerëzit në vende të ndryshme nëpër botë kanë rutina dhe tradita të ndryshme në lidhje me shëndetjen dhe njëkohësisht me bukurinë. Prandaj edhe ekzistojnë shumë lloje të maskave natyrale të cilat mund të na ndihmojnë për të patur lëkurën tuaj perfekte. Megjithatë, sipas ekspertëve, përpos që janë natyrale dhe nuk kanë as edhe një efekt anësor,
janë edhe shumë efektive dhe të lehta për të përgatitur. Maska me limon kundër rrudhave. Juve do t'ju duhet një limon, 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt dhe pambuk. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni limonin dhe më pas lëngun përzieni së bashku me mjaltin. Në qoftë se keni lëkurë tepër të ndjeshme, preferohet që të shtoni njëkohësisht edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje në pambuk dhe më pas aplikojeni në fytyrë. Lëreni të qëndrojë derisa të thatë dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë. Gjithashtu rezultatet që ju do të shihni janë pamje e freskët dhe më pak rrudha, lëkurë e butë dhe njëkohësisht mjaft e shëndetshme, lëkurë elastike dhe rinore fal flavonoideve të cilat gjenden në agrumet tuaja. Juve do t'ju duhet një karrotë dhe njëkohësisht 2 lugë gjelle mjalt. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë produkt? Si fillim, lajni dhe prejni karrotën, vendoseni karrotën në blender dhe kur ajo të jetë gati, shtojeni edhe mjaltin dhe përzieni mirë. Vendoseni maskën në fytyrë, lëreni të qëndrojë për 20 minuta, pastrojeni fytyrën me ujë. Këtë trajtim aplikojeni të paktën 2 herë në javë. Sipas ekspertëve, rezultatet që ju do të shihni janë lëkurë e shëndetshme fal sasisë së lartë të antioksidantëve, reduktim i rrudhave dhe gjithashtu mund të përgatisni dhe një krem ideal për rrudhat e qafës me vaj ulliri, vazelinë dhe vitaminë E. Për këtë recetë, juve do t'ju duhet 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E dhe 3 gram vazelinë. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë dhe më pas përzieni mirë. Nxeheni enën dhe më pas lëreni që të ftohet. Më pas vendoseni të gjithë përbërësit në një enë tjetër. Aplikojeni kremin në qafë dhe në krahëror para se të shkoni në gjumë secilën natë. Rezultatet që do të shihni janë që pas 2 muajve, lëkura juaj do të duket më e freskët dhe njëkohësisht më rinore. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën dhe njëkohësisht ajo zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë, mbajini për plot 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta përdorni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës gjithashtu ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.